Kontinjer të mbeturinave ka pothuajse në çdo cep, por nuk janë të rralla rastet kur ato nuk përfundojnë aty ku duhet. Kjo gjendje, sipas qytetarëve, vjen nga mungesa e vëdësimit të pamjaftueshëm. Po është shumë e rëndë kjo, sidomos njerëzit nuk shijnë kur u qesin mbeturinat. Jo me gjuhën në rek, për shembull, ose me gjuhën në rrugë, që ajo është me keq ato na. Si shqyrë kërkush ku peqet. Se të ne gjithë heja leon fonë, për shembull, dikujna. I të njëjtit mendim është edhe Gjemdosh Mjeku. Qysh, jena të vëdësuar që ashtu është edhe ngjarja. Ka shkoj në rrugës, herën e herkne, mbeturina ku të këshirë, që ka bo nuk e di. Se nuk po bëhet mjaftueshëm për ruajtjen e mjedisit, e thonë edhe organizatat për mbrojtjen e tyre. Ne e dim që një pjesë e konsiderueshme e shoqërisë pronën publike nuk e trajton si detyren. Pra çdo gjë që nuk na përket neve, që nuk është e jona privatisht, ne sillemi, do thoj edhe me ambicë ndaj saj, pra i prejmë drojt të cilët nuk na përkasin në pronën tonë private, i ndotin, pra hudhin mbeturina. Qytetarët duhet ta kuptojnë që një mjedis i pastër është shëndet. Pra duke e ndotur mjedisin, ne dëmtojmë direkt shëndetin tonë. Por ato kërkojnë një kujdes më të shtuar edhe nga institucionet. Duke ditur që jemi në një periudhë ku temperaturat janë të larta, sigurisht që kjo mandej është rrezik për shëndetin publik, pra mund edhe epidemi të caktuara që të bëhen si pasojë e kundërmimit të mbeturinave. Andaj vërtet konsideroj që është rasti i fundit që çësia ndaj mjedisit, qoftë prej shoqërisë, po më shumë për institucioneve të ndryshojë. Në anën tjetër, sipas profesorit të mjedisit Sami Pacolli, situata do të përmirësohej nëse ligji do të funksiononte më mirë. Ne do të kemi më shumë inspektor mjedis, ne do të investojmë më shumë mjedis për me mujt qytetaren, se të themi me mujt me e vëdësu duke e gjobit, dhe pastaj krijohet një mekanizëm cilin ai e din që gjobitet dhe kështu krijohet një shprehi që nuk do të hedhet. Sipas një raporti ndërkombëtar të kryer nga Fondacioni i Regjistrimit të Lloydit të publikuar në shtator të vitit 2024, Kosova është futur në listë të zezë për keqmenaxhim të mbeturinave.